A ekzistojnë ndonjë kategori ushqimesh që e djegin dhjamin pra që edhe këtë më ta dëgjojmë? Po, kjo është një nga mitet më të kërkuara le të themi, por dhe si gjitha mitet ka diçka, domethënë në realitet nuk e di nëse ke dëgjuar për shembull që thuhet për specin djegës ose xhenxhefil ose ananas që për shembull mund të kenë dhe ndikojnë le të themi në një farë pike sepse sa herë që ne fusim diçka, sa herë që ne konsumojmë diçka, trupi jon aktivizon një mekanizëm që quhet termogenezi, themi në italisht, që vjen nga ushqimi, pra trupi përdor energji për të djegur ato që ti po konsumon, sado sasi e vogël të jetë. Por është kaq e vogël, është shumë e vogël, është nga 5 deri në 20 kalori, është shumë pak. Dhe ndihmon, por është në sasi kaq të vogël sa nuk themi që në mënyrë direkte absolutisht nuk ndjegin dhjamin, por në mënyrë indirekte mund të ndihmojnë. Për shembull ananasi ka një lloj molekule që ndihmon në tretjen e proteinave, por nuk është se djeg dhjamin në mënyrë direkte, le të themi. Por ka për shembull ushqime më tepër se sa djegja e kalorive në për njerëzit për shembull që duan të pinë në peshë në mënyrë të kontrolluar, por duan të hanë shumë. Se ka njerëz për shembull që konsumojnë sasi, zakonisht jepin ushqime me volum, që është selinoja ose kastraveca, që kanë pak kalori, për ti të merresh me diçka, ke nevojë të hash diçka dhe mund të jetë një zgjidhje e kompletuar normalisht me diçka tjetër, se nuk mund të hash vetëm kastravec thatë. Po.